Durrësi mirëpriti këtë të shtunë të parë të muajit gusht në pishinën olimpike Tajgdafa, kupën memoriale ndërkombëtare të notit Agron Ismailati, një aktivitet homazh për një nga figurat më të shquara të sporteve ujore në Shqipëri. Në këtë event sportiv garuan 12 ekipe nga Shqipëria dhe Kosova, me rreth 120 notarë gjithsej. Është gara e parë memoriale në nder të profesor Agronit. Marrin pjesë diku të 12 ekipe, janë ekipe nga Shqipëria dhe disa ekipe nga Kosova. Numri total i sportistëve është diku te 120 sportistë. Normalisht që është sezon gushti dhe pjesa më e madhe janë me pushime, por në këtë sezon që jemi, numri i sportistëve është goxha i lartë në pjesëmarrje. Agron Ismailati është një nga figurat më të shquara të notit dhe sporteve ujore në Durrës, me një karrierë 50 vjeçare si notar dhe më pas si trajner i ekipit të Lokomotivës dhe Teutës. Për gati 5 dekada, Ismailati përgatiti breza të tërë notarësh kampion dhe rekordmen, njëri prej cilëve është dhe Petrit Guma. Agron Ismailati edhe pa këtë kampionatin është nga më të mëdhenjtë e sportit shqiptar. Unë kam pas një prind dytë. Agroni është simboli njeriut të hekut, pa lodhur. I dedikum dhe një përkushtues që rradh dhe shfat të t'i vinë prap një sporti, jo vetëm notit. Për Federatën Shqiptare të Notit dhe presidentin e saj Agim Çitaku, Agron Ismailati është një nga figurat më emblematike të notit në vendin tonë, dhe nderimi i emrit të tij është një detyrim për brezat aktual dhe ata që do të vinë. Mjaft i emocionuar u shfaq djali i notarit të famshëm durrësak, Ani Ismailati. Si presidenti i Federatës Shqiptare të Notit, ndihemi i respektuar dhe i vlerësuar që Bashkia e Durrësit dhe Klubi Shumë Sportësh Teuta na bën pjesë në këtë organizim, i cili do të shtohet në librin e artë të përjetësimit të figurave të mëdha që shkruajnë historinë më vitale në sportin e bukur të notit në vendin tonë. Ata janë shumë kampion dhe rekordmen dhe mes tyre Agron Ismailati bën të veçantën si një nga legjendat e notit durrësak dhe atij kombëtar. Shumë i emocionuar, shumë i nderuar dhe i respektuar edhe për pjesëmarrjen fantastike. Po kujtojmë sot një emër të madh të notit, jo vetëm durrësak, po edhe atij shqiptar. Janë mbi gjysmë shekulli karrierë në trajnim me baza shkencore, me shumë vullnet, pasion dhe shumë përkushtim. Organizatorët e kësaj kupe memoriale janë Bashkia Durrës, Klubi Shumë Sportësh Teuta dhe Federata Shqiptare e Notit. Veprimtaria u mbështet edhe nga shoqata ndërkombëtare veteranëve të notit në Shqipëri.